është pjesa parë e urës Vashës, mbasi ke zbritur një rrugë jo të kollajshme në fakt, diku një 1 kilometër që ecën, ndërkohë përballë është ura e re e Vashës. Është një kryevepër. Shifeni, është fantastike. Do t'ju tregoj dhe me dron, dhe këtej është pjesa që çon për nurën e vjetër të Vashës, që është për mua edhe më e bukur në fakt. Shifeni. Tani po mundohem të eci në për pjesën e urës Vashës. Pra për pjesën e rrugës, është rruga e, shifeni si është, poshtë është lumi. Është një nga gjërat që duhet ta bëni, shi çfarë gjelbrimi ka, shi edhe ura e Vashës, çfarë mrekullie. Ja dhe tani zona që të çon në urën e vjetër të Vashës, se ura e re është pak më e hershme, në fakt, kjo është tamam ura e Vashës, kësa i thonë ura e Vashës, kjo që është mas shpinës time tani, shifeni, kjo është ura e Vashës tamam, edhe lumi, kurse tjetër e urës Vashës atje poshtë, është pak më e re, edhe ka marrë dhe ajo emrin ura e Vashës, shifeni si është, edhe gjelbrimi spektakolar është koha e luleve në këtë zonë. Pra po i shkojmë urës parë, ura e Vashës, shive çfarë shtegu që ka, është spektakolar. Edhe madhësia e urës është tek 2 metra, tani 1.8 ka qenë standardi i rrugës së karvaneve. Jam unë në mes tani të urës, shifeni poshtë, duhet jetë diku tek 20 metra lartësi, besojo me hamendje, edhe këtej në anën tjetër. Tani po eci fiks në urë, shiheni, ura e vjetër e Vashës, sepse ura pak më e re, është më tutje dhe ura e re fare, është në këtë drejtimin këtej, shife si është, po nuk e kuptoj ku shkonte rruga e karvaneve, sepse këtu ndeshe me shkëmb, pra me gjas kjo duhet këtë qenë rrugë këmbësorësh, shife sa e bukur është. Në zonën e matit, dhe njerë, shife qarure. Duhet dalë dhe njerë që ta shini për ta parë se çfarë har ku ka. Këtu bika dhe dielli tani. Jam mbi urën e vjetër të Vashës, dhe do ta mbyll me urën e re, që është një kryevepër mbete. Jam duke kalu, ju afrova shumë urës së Vashës, shiheni ku është ura. Pra duhet kalosh dhe në për këtë pjesë, kjo është pamja e urës, ja dhe kamarja që shkarkon ujin në rast se ka shumë prurje. Po e bëj tani pjesën e mbritjes në urë. Ura është standardi tipik i kohës, shtë sa e bukur që është. Urë karvanesh, me qemer, është 11 metra e gjatë, 11 metra e lartë dhe 2 metra e gjerë sa që është standardi rrugës karvaneve. Shifë çfarë mrekullie është këtu, ku duket uji që kalon midis pemëve. Shifeni edhe këtë pjesë, tani jam duke ecur në urë. Kjo është pjesa e urës. Kjo është pjesa më kulmore, pra pjesa më e lartë e urës. Kështu që këtu jam në mes të urës, me pamjen e lumit që vjen nga ky drejtim dhe pamjen e lumit që shkon në këtë drejtim, lumi mat. Është shumë interesante se këtu ura e Vashës lidh 2 anë të malit dhe vazhdon për në fshatin
Guri Bardh, është interesante se pretendohet që ura është ndërtuar nga një familje nga Guri Bardh. Në fakt, ura tjetër që do të tregoj pak më tutje është ura e Vashës, por sot si urë të Vashës ne njohim këtë, të dyja në fakt i quajnë ura Vashës. Është dhe një tjetër ura e Vashës që është ura moderne e ndërtuar së fundmi, edhe ja ku është pjesa tjetër, shifeni. Pra është e gjithë kjo dhe vijon të ecësh në rrugën e karvaneve. Pra shiheni, rruga e karvaneve ka këtë drejtim edhe shkon më tutje, po i kthehem dhe njerë për ta parë urën nga drejtimi këtej. Edhe do futem pak në lumë për ta parë si është uji, sa i ftohtë është, shive. Ja, ura e Vashës. Dhe këtu i bie të zbres për të hyrë në lumë, thonë që uji është akull. Tani, ja dhe rruga e karvaneve, shiheni, nga kalonte, që vijon rruga e karvaneve. Kjo është rrugë tipike e karvaneve, 1.8, me kaldrëm që kalit mos rëshqas. Ja dhe ura në këtë drejtim. Është shumë e bukur. Tani unë do zbres këtej për të shkuar në lumë, për ta parë se si është uji, ja dhe ura. Imagjino të jesh në mes këtij gjelbrimi fantastik me urën mas shpine, tani po zbres poshtë. Zbrita brenda në lumë, në urën e Vashës, e kam mas shpinës time. Shifeni se sa e bukur duket. Kjo është pjesa më interesante. Edhe unë po mundohem të eci në ujë, po uji është akull, është shumë i ftohtë. Shiheni pjesën e urës, e cila është një nga urat më të bukura që ne kemi, natyrisht ka dhe ura tjera. Është 11 metra e lartë, ngriva nga këmbë. 11 metra e gjatë dhe 2 metra e gjerë, ka dhe këtë kamaren këtej, që është dritare për të shpryrë kur ka prurje të mëdha. Thonë që në vitin 1946 uji është ngritur 3 metra mbi nivelin e urës, pra ka shkuar në këtë nivel, dhe shiheni tani se çfarë perle është gjithë lumi që rrjedh në për këtë zonë të urës së Vashës. Pra është e gjithë zona fantastike, vetëm jam akull ujin, është uji shumë i ftohtë, edhe gurët janë pak të pisur. Shiheni çfarë mrekullie. Në lumin mat, midis 2 maleve që lidhen me njëri tjetrin, ura e Vashës. Shiheni. Ura e Vashës, edhe gjithë lugina që vjen, pra gjithë si një gjysmë kanioni në lumin mat. Nga ura e Vashës mat. Tani jam tek ura e re e Vashës, do më thënë në krah të urës vjetër të Vashës, po që është urë që duhet kaluar, shifeni. Kjo është vërtet shumë e rrezikshme. Me sa duket kjo urë, se dera ishte e mbyllur, po unë hapa i shkela pak rregullat, që është mbi lumin mat, shifeni çfarë rrëmbimi ka lumi, duket më shumë si urë që lidh me këtë shtëpinë këtu, dhe përballë atje sipër është ura re e Vashës, e rrugës Arbrit. Këtej duhet jetë rruga e vjetër ose ura e vjetër e Vashës. Tani unë do ta bëj edhe një herë këtë rrugën se këtej erdha. Do mundohem të eci nëpër që ta kem dorën e lirë për të mbajtur. Nuk është kaq e kollajshme. Shiheni ku duhet eci. Shiheni se si është ura anash. Vetëm me disa tela. Shihë se i rrëmbyshëm shu i poshtë. Tani duhet eci në për urë. Kjo është pjesa më e sikletshme e mesit, se ura merr më shumë hark. Edhe njerë për ta parë para. Jam thuajse në mes të urës, lartë duket dhe ura re e Arbrit.
Duhet ecë edhe në këtë pjesë. Jam duke e provuar. Janë drasa shumë vjetra, shifeni. Të ngullura me gosht, edhe lartësia nuk është e vogël. Po vazhdoj në për urën pak më të re, në zonën e urës Vashës, mbi lumin mat, sa kalon Klosin, pa shkuar në Bulqiz. Shifeni se si tundet ura. Shive se si është dyshemeja e saj, me drasa. Tani jam metrat e fundit, arrita besoj, po arrita. Edhe këtu mund të shivet dhe ura e re e Vashës, shifeni çfarë pamje ka. Kjo është ura e re e Vashës, që është në zonën e Klosit. Sa e bukur që është. Ura e re është shumë e bukur. Po kjo urë këtu ishte fantastike, shifeni. Kjo ja vlen tamam si një lloj ekskursioni. Shive dhe ujet, rëmbyshim shive si është ura. Është e rrezikshme, më thënë drejtën, po shumë e bukur. Shoh tani çfarë do zbuloj më tutje. Unë kra, pas ka dhe një rezervat për troftat, mund krat lumit, shifeni. Do t'ju e tregoj se si troftat. Tash kam bajt ekuilibër dhe këtu, se mund bie brenda. Shifeni se si vinë troftat rrotull, do fus edhe GoPron që t'ju e tregoj tamam. Uji vjen nga lumi mat, edhe këtu janë vaskat që marrin troftat e vogla me ujin e lumit, i cili vjen prej atje në krye, lëviz dhe del në këto drejtime dhe tjera derë dhe te dhe vazhdon prapë në lum. Pra janë krijuar vaska natyrale me ujë të rrjedhshëm lumi, ku trofta hidhet dhe mbahet 1 vit e gjysmë i mbajnë troftat këtu. Shumë e bukur është kjo, nuk po them pasaj çfarë pamje manitse ka rreth e rrotull. Shifeni. Çfarë spektakli ka rreth e rrotull zona. Jam prapë në zonën e urës së Vashës. Shifeni dhe troftat, nuk e di a depërton dot kamera deri aty për t'i parë si lëvizin.